Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit SL, 24 vjeç dhe SL, 18 vjeç, VLZ, MV, 18 vjeç, EK, 18 vjeç, KS, 18 vjeç, si dhe për 4 shtetas të mitur, 3 prej tyre 17 vjeç, tjetri 16 vjeç, të gjithë banues në Vlorë, pasi dyshohet se pasditën e djeshme në lagjen Lev Sallata janë konfliktuar fizikisht dhe me sende të forta me njëri tjetrin për motive të dobta. Si pasojë janë dëmtuar lehtë 4 nga shtetasit e përfshirë në konflikt, të cilët morën ndihmën e nevojshme mjekësore në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin AA, 71 vjeç, banues në Sarandë, pasi ka kallëzuar shtetasi VF, banues në Delvin, se shtetasi AA i ka pushtuar tokën në fshatin 6 Sarandë nëpërmjet mashtrimit. Gjithashtu këta specialist referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin KM, 33 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët e seksionit të hetimit të krimeve të Komisariatit të Policisë Himar referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin PZ, 60 vjeç, banues në Vlorë, pasi ka kallëzuar shtetasi HZ se shtetasi PZ me vetgjyqësi ka rrethuar tokën që ata kanë në bashkëpronësi në Himar. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, pasi ka kallëzuar shtetasi IN, 26 vjeç, banues në Vlorë, se dje në lagjen ujë ftohtë automjeti që ai drejtonte është përplasur nga një automjet tjetër, i cili më pas ka përplasur dhe një automjet të parkuar. Drejtuesi i automjetit që ka shkaktuar aksidentin është larguar, po punohet për identifikimin dhe kapjen e tij. Materialet procedurale ju referohen prokurorieve kompetente për veprime të mëtejshme.